Përshëndetje të nderuar miq, ja ku jemi sërish në emisionin ton Realitete Ekonomike. Ndodhemi në mjediset e punës të zotit Eduard Gjokutaj, ekspert pranë Altax. Zoti Gjokutaj, përshëndetje, faleminderit që na mikpritët. Mirë se erdhët, faleminderit e juve. Sot do të flasim për projektet ambicioze të qeverisë re, pikërisht për vitet 2026-2029 në infrastrukturë dhe në energji. Zoti Gjokutaj, programi qeverisës 2026-2029 duket shumë ambicios për projektet në infrastrukturë dhe energji. Do të ndërtohen 700 km rrugë të reja deri në vitin 2029, ndërkohë që premtohet dyfishimi i energjisë së rinovueshme, kryesisht nga panelet diellore, energjia diellore, por kemi edhe projekte të rëndësishme të shfrytëzimit të energjisë nga era. Në gjykimin tuaj, mund të arrihen këto objektiva? Po mendoj që programi në tërësi për infrastrukturën dhe për energjinë ka një vizion të gjerë zhvillimor, por ama ka sfida të shumë fishta për arsye të realitetit që ka zhvillimi aktual i kësaj industrie, por nga ana tjetër dhe ato çfarë janë të mundshme për të bërë që jo vetëm në aspektin financiar, por edhe në aspektin rregullator dhe në aspektin e përshtatjes së kapaciteteve. Për sa i përket pjesës së infrastrukturës rrugore që ka të bëjë me një ambicie shumë të fuqishme deri në 700 km rrugë të reja për 4 vite, natyrisht që përballë saj është realiteti që ka qenë deri më sot i performancës së qeverisjes, e cila nuk ka performuar më shumë se sa 80 deri në 100 km rrugë në vit. Natyrisht për të arritur kjo në teori mundet, por duhet të rrisë kapacitetin e zhvillimit me 30-40% në raport me aktualen, për arsye se duhen përshtatur si pjesa e kapaciteteve financiare, pjesa e partneriteteve dhe nga ana tjetër dhe mënyra se si kjo do t'i qaset gjithë asaj çfarë ka të bëjë me sfidat e zhvillimit rrugor. Për sa i përket pjesës e energjive të rinovueshme, natyrisht edhe kjo në aspektin teknik është e mundshme, por sfidat dhe këtu qëndrojnë të forta përsa lidhet si me pjesën e investimeve që duhen bënë të macat inteligjent, të mënyra se si duhen investuar në një sasi, por dhe në cilësi përsa i përket të rrjetit të shpërndarjes dhe rrjetit të furnizimit, dhe nga ana tjetër mënyrës se si do të zgjidhen ato që janë probleme të mbartura dhe sfidë e vërtet, sfidat financiare të kompanive, pra një ristrukturim apo një riskedulim i borxheve të kompanive dhe nga ana tjetër dhe një fuqizim financiar i tyre që ka pikërisht të bëj me mënyrën se si do të ndërtohet një qeverisje korporative e një modeli të ri dhe jo si deri më sot. Projektet e përcaktuara për të përfunduar në të 4 vjeçar të ri, zoti Gjokutaj, duken segmente kyçe të korridoreve kryesore strategjik të vendit dhe të lidhjes me strukturat ndërlidhëse rrugore të Bashkimit Evropian TEN-T, që është pikërisht korridori blu dhe korridori i 8. Duke krijuar bosh të ri rrugor, në gjykimin tuaj edhe segmentin ndërlidhës i bypassit të ri të Elbasanit që do të si thua investohet, autostrada e zgjeruar Tiranë-Durrës dhe korridori 8 në drejtim të Lekajt, në gjykimin tuaj a krijon një lidhje të plotë dhe funksionale mes boshit perëndimor dhe korridoreve transeuropiane? Mendoj se po, pasi rëndësia e tij është jo vetëm gjë strategjike, por më së shumti është gjë ekonomike. Pasi lidh tregun e Shqipërisë nëpërmjet asaj ku kalon gjurma e këtij korridori me pjesën tjetër të Europës dhe natyrisht është dhe një integrim jo vetëm i transportit por dhe ekonomik i Shqipërisë me atë çfarë lidhen për sfidat në të ardhmen. Sfida më e madhe në këtë realizim të këtyre projekteve qëndron te ndërthurja sa më e mirë atyre që nuk kanë funksionuar si duhet për sa i përket mënyrës së buxhetimit, mënyrës së transparencës së projekteve dhe nga ana tjetër gjetje partnershipeve të tilla që t'i japin një eficiencë. Nga ana tjetër është shumë e rëndësishme që kostot të mos jenë të tilla që të tejkalohen mbi atë mesatare që kanë rrugët europiane, ku në rrugë fushore nuk kalon më shumë se sa 3 deri në 5 milion euro për kilometër, dhe në rrugë malore diçka më shumë, pra deri në 7-8. Natyrisht nuk është vetëm problemi i kostove, është dhe mënyra se si do të konceptohet e gjithë pjesa e përfundimit të rrugëve me ato çfarë janë rrugë ndërlidhëse. Pra, qëllimi i tyre është të afrojë tregje dhe
Ky është synimi i kësaj rruge, apo i këtyre rrugëve. Por nga ana tjetër, për sa i përket bypassit të Elbasanit, ai ka një rëndësi edhe më të madhe për arsye se lidh trekëndshin ekonomik Tiranë-Durrës-Elbasan dhe nga ana tjetër edhe ndërlidhje me Maqedoninë e Veriut, e cila është jo vetëm një kanal komunikimi tregtar dhe njerëzor i pasagjerëve me këtë zonë, por ka lidhje edhe me Kosovën në mënyrë indirekte dhe një ndërtim i tij në mënyrë oportune dhe me një kosto të përshtatshme, natyrisht që do t'japi efekte si në uljen e kostove, të cilat llogariten 10 deri në 15%, gjë që është e ndjeshme, por nga ana tjetër edhe në shpejtësinë e komunikimit dhe i jep një tjetër lloj rëndësie edhe mënyrës se si rrugët tashmë e rikthehen në ekonomi në mënyrë të fuqishme, duke dhënë atë efekt ekonomik që pritet të merret prej tyre. Kemi njëkohësisht për herë të parë, ndoshta në këto 4 vite të ardhshme, një program intensiv për transportin hekurudhor. Përfundon hekurulla elektrike kyçe Tiranë-Durrës-Rinas me flotë të re, ndërtohet linja hekurudhore Suk-Porto Romano për aktivitetin e portit të ri tregtar që është duke u ndërtuar atje dhe garantohet ndërlidhje rajonale me projektet hekurudhore Vor-Hanihotit që janë për vitet e ardhshme apo Durrës-Rogozhin dhe Rogozhin-Pogradec. Ju duket drejtimi i dur në ndërlidhjen e hekurudhore? Po, është drejtimi i dur, për arsye se ka të bëjmë me atë se sa i qëndrueshëm do të jetë. Pra kemi të bëjmë tashmë me një projekt për një transport të qëndrueshëm, i cili plotëson, por edhe ndërton një linjë të re, e cila e ka munguar deri më sot transportit shqiptar për të ndërlidhur jo vetëm pasagjerët, por dhe mallrat. Ndërsa projekti, të themi, i elektrifikimit të hekurudhës me Rinasin do të jetë një projekt që më së shumti është dhe një formë pilotimi. Nga ana tjetër, ai që lidh Porto Romanon me tregjet jo vetëm të Kosovës, por dhe tregjet e tjera europiane nëpërmjet ndërlidhjes me hekurudhën e Hanit të Hotit, natyrisht jep një dimension tjetër asaj çfarë transporti shqiptar ndërlidhet me ekonominë dhe një fuqizim të mënyrës se si do të konceptohet tashmë pozicionimi ekonomik i Shqipërisë duke rifituar atë çfarë ajo ka, një strategji në hartimin e atyre lloj politikave që Shqipëria të zërë pjesën e vetë në rrjetin e menaxhimit të rrugëve, por dhe në rrjetin e menaxhimit të tregtar. Dhe natyrisht i shërben atyre nismave që tashmë janë globale dhe konsiderohet një vlerë jo vetëm e shtuar, por një vlerë që i duhet Shqipërisë. Pyetja e parafundit për bisedën tonë sot, zotë Gjokutaj, në energji humbjet në shpërndarje, në fakt edhe ju e përmendët në fillim të përgjigjes tuaj, matësit inteligjent, parashikojnë të ulen ndjeshëm në më pak se 12% nga që i kemi sot 17%. Duke kapur nivelin e ullët 12%, gati afrohemi me mesatarin e Bashkimit Evropian që është 9-10%. A mundet të arrihet? Në letër po, por nisur nga ajo çfarë ne kemi parë në gjithë këto vitet fund apo në dekadën e fundit ku ky objektiv do të ishte arritur të paktën 4 deri në 5 vite përpara, natyrisht që kemi parasysh se i ka munguar investimet e duhura në kohën e dur, kostot, por natyrisht ka pasur edhe ndikim nga krizat të caktuara energjetike, të cilat kanë rritur kostot dhe kanë bërë të pamundur investimet në kohë. Ajo çfarë lidhet me macit inteligjent duhet ishte një projekt në fakt të jetë i ezauruar, por do thosha që vetë sistemi ka nevojë të rishihet me syrin e asaj se çfarë duhet bërë më tej, se deri më sot, pasi nuk i ka munguar mbështetja e qeverisë për buxhetit të shtetit, nuk i ka munguar edhe kapacitetet, por organizimi i tyre dhe ndërlidhja më e mirë e kompanive me njëra tjetrën, si dhe një, të themi, reformë në sistemin tarifor, për arsyeën e thjesht, jo vetëm që të lidhet me këtë pjesën e humbjes, por të lidhet me pjesën e përfitueshmërisë ekonomike në mënyrë që t'i bëjmë më të zhdërvjellta planet e investimeve. Ndërkohë, duhet mbajtur vigjilenca gjithmonë e lartë për sa i përket humbjeve jo teknike që kanë të bëjnë me vjedhjet që në fakt nga sinjale të ndryshme nga tregu duket se si mesatare mund të jetë në këto nivele tashmë,
por në zonat caktuara kemi një rikthim apo elemente të korrupsionit të cilat në vetvete duket se janë një sëmundje që nuk e kanë lënë paprekur dhe sistemin energjetik publik. Pyetja e fundit, zoti Gjokutaj, si e gjykoni angazhimin që në fund të këtij 4 vjeçari, ndoshta edhe në vitin 2030, të shndrohemi si vend në një vend eksportues neto i energjisë? Është një ambicie shumë e madhe, natyrisht që mundësitë ekzistojnë për ato çfarë janë kapacitete qoftë instaluara, qoftë ato që janë miratuara. Mos harrojmë investimin e madh që pritet në Tropoj, i cili do të bëjë jo vetëm diversifikimin e burimeve të energjisë, por do të japë një qëndrueshmëri sistemit, por e gjitha kjo ka të bëjë edhe me modernizimin jo vetëm të gjenerimit, pra të prodhimit në shumë format e energjisë, shumë burime, por edhe sistemit të transmetimit, pra investimet që duhet bëj OST-ja, e cila edhe ajo ka problemet e veta për sa i përket mënyrës se si është në sinkron me planet e saj, por edhe pastaj OSSH-ja me atë pjesën e investimeve në tensionin e mesëm, pra në linjat e transmetimit të tensionit mesëm, në sigurinë energjetike dhe në mënyrën se si e gjitha kjo do të ketë efektivitet edhe me konsumin shqiptar. Pra, edhe orientimi i konsumit ka vlerën e vet, për arsye se një konsum i shtuar natyrisht nuk mundson që Shqipëria të japi atë lloj qasje që të kthehet në një eksportues neto. Është i mundshëm, por ka shumë pikpyetje për sa i përket mospërmbusjes së këtyre që ne përmendëm së bashku. Zoti Gjokutaj, ju faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit juve. Sot. Të nderuar miq, ju faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim në takimet e ardhshme.